Eurovion të shënoi rekorde të reja historike në rëndje, duke u këmbyer të hënën e parë të muajit gusht me 92.7 lek, krahasuar me gushtin e kaluar kur ishte 97.5 lek, kemi të bëjmë me një rënje me gati 5% ose me 4.8 lek në çdo 1 euro. Pra nëse një emigrant që do të sillte në Shqipëri 1.000 euro në muaj, sot e njëjta shifër krahasuar me një vit më parë do të përkthej në 48.000 lek të vjetra më pak. Sipas tabelës së Bankës Kombëtare të Shqipërisë, luhatjet më të forta gjatë këtij viti janë regjistruar gjatë javës së dytë të qershorit dhe korrikut, që përkohë me fluksin e turistëve të huaj dhe kërkesës së lartë për të bler lek. Duke u bazuar në këto të dhëna, duket se trendi i rënies do të vijojë edhe në periudhën e gushtit dhe shtatorit, 2 muaj kur prurit nga turistët, por dhe kthimi i emigrantëve për pushime do të vijojë të fusë në sasi të mëdha eurosh në vend. Teksa pragu me 95 lek u kaluaj që në fillimin e qershorit, tashmë duket se rënja e lirë e vlerës së euros nuk e bën më tabu edhe pragu mpret 90 lekësh për 1 euro. Njëkohësisht, institucioni i bankës ka lëshuar më herët në një publikim zyrtar se politikat e saj mbeten të pandryshuara dhe se nuk do të ndërhyjnë apo të rregullojnë tregun e këmbimit valutor. Kjo vjen pasi sipas gjykimit të tyre, niveli i inflacionit mbetet i qëndrueshëm dhe i pandikuar nga këto luhatje apo zhvillimit gjeopolitike në botë.